Gjykimi I Islamit mbi magjin. Çfarë është magjia në Islam? Magjia dhe falli janë punë të shejtanit. Islami ka ndaluar ato, sepse ato hedhin poshtë pjesërisht apo tërësisht besimin e muslimanit, pasi kryerja e tyre nuk mund të bëhet përveç nëpërmjet disa procesesh që mbajnë në vetvete forma të ndryshme shirku. Magjia ka forma dhe mënyra të ndryshme. Ajo përbëhet nga disa rite të caktuara që njihen nga magjistarët dhe përmbajnë në brendësinë e tyre fjalë të caktuara, përzierje të ndryshme, fryerje të tjerë. Magjia është diçka e vërtetë që ekziston në realitet. Ajo mund të ndikojë si në zemrat e njerëzit, ashtu edhe në trupin e tij. Ajo mund të bëhet shkak që të sëmuret apo të vdesë një person, apo që të ndahet burri nga gruaja. Por sigurisht, këto gjëra nuk mund të ndodhin pa lejen e Allahut të Madhëruar. Pjesa dërmuese e magjive nuk mund të realizohet përveç se nëpërmjet kryerjes së formave të ndryshme të shirkut, pasi ato kryhen me ndihmën e shejtanëve, të cilët këtë lloj ndihme nuk e ofrojnë falas, por kërkojnë nga magjistari që të vihet në shërbimin e tyre dhe të bëjë lloj gjunahesh të ndryshme. Për këtë arsye, në hadithin e mëposhtëm, magjia radhitet menjëherë pas shirkut. Pra magjia hyn në rrethin e shirkut për dy arsye. 1. Për shkak të përdorimit të xhindëve, të cilët për të vënë në shërbim të magjistarit kërkojnë prej tij kryerjen e gjunaheve të ndryshme, midis të cilave dhe forma të ndryshme shirku. Pra magjia është pjesë e punëve të shejtanit. Ndaj dhe Allahu I Madhëruar thotë: Djajt ishin të pa fe, sepse u mësonin njerëzve magjin. Surja El-Bekare 102. Sepse ajo përmban në vetvete pretendimin e njohjes së dijes së fshehtë nga dikush tjetër përveç Allahut dhe, siç e përmendëm më lart, kjo gjë konsiderohet kufër. Allahu I Madhëruar thotë: Dhe ata, jehudit, e dinin se kush e blinte atë, magjin, nuk do të kishte pjesë në jetën tjetër. Surja El-Bekare 102. Pra, në ky ajet kuptojmë se magjia është kufër, ndaj edhe magjistarët duhet të vriten, siç është transmetuar se kanë vepruar disa prej shokëve të profetit, paqja qoftë mbi të. Në kohën e sotme, për fat të keq, shohim që shumë njerëz nuk e konsiderojnë magjin si diçka të keqe. Madje jo pak prej tyre e shohin atë si një lloj arti. Ndaj dhe jo rrallë, organizojnë konkursa dhe spektakle ku ftohen magjistarë të ndryshëm dhe ndiqen nga mira shikues. Kjo nuk është gjë tjetër veçse një manifestim I ignorancës, në të cilën është zhytur shoqëria moderne dhe I mospërfilljes së mësimeve të Zotit, gjë që u jep mundësi disa njerëzve të ulët që të deformojnë besimin e saktë në mendjet e të tjerëve.